Zbulimi lapidarit të Zhuj Selmanit i bëri bashkë rivalet politik të Dugagjinit. Por shtrengimet e duarve nuk janë të këndshme për të gjithë. Bile për dallim nga Ali Berisha, Ramush Haradinaj nuk i flet fare Gazmend Muhaxherit. Kjo pasi kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës e akuzoi një ditë më parë se me njerëzit e tij qëndron pas vrasjeve politike në Dugagjin. Haradinaj e shfrytëzoi një aktivitet me ish luftëtarët dhe familjet e tyre për të kthyer përgjigjen e vet. Komenu që për marrë një hake i nalin, po e shoh që s'po kanë me qka tjetër, haraq bojnë vetë, haraqin më gjujnë, vrasjet e që dije, qka e në ato, kush i ka bojnë, më nëj që i ka Serbia i ka bojnë ato, nuk i bojnë shqiptarë, po mundohen me gjujtë për krejt këto, du me dhanë përgjigje tash e mas se cilët që i merë guzimin me mgucë. Ky e ka edhe një lutje për qytetarët. Ka nevojë për kujdesin e ju që ta ruajnë këtë proces, mos në ndodhë asnjë gjë e pahishme. Ndërkohë me deklaratat e Muhaxherit po merret prokuroria e shtetit. Të gjitha rastet të cilat raportohen në media, prokurorit e shtetit, prokurorit themelore i marrin dhe i verifikojnë të gjitha ato raste. Mirë po dhe vetë Muhaxheri dhe LDK-ja në Pej kanë mohuar të jetë intervistuar ai nga prokuroria.